Me këngë të kënduara nga ana e fëmijëve është hapur edhe zyrtarisht panairi i librit në Shkup. Pas këngëve fëmijët patën disa dhurata për presidenten Gordana Siljanovska dhe ministrin e kulturës Ljutkov. Presidentja Gordana Siljanovska Davkova tha se libri nuk na mëson vetëm të lexojmë, por të kuptojmë veten dhe tjetrin. Për presidenten, libri të mëson fuqinë e qetësisë dhe forcon karakterin. Presidentja deklaroi se libri është zyrtar në të cilin ruhet vizioni, dituria dhe shpresa e jo ari dhe argjendi. Libri për mua është zyrtar në të cilin nuk ruhen ari dhe argjendi, por ruhen ide, vizione, njohuri dhe shpresa. Libri nuk na mëson vetëm të lexojmë rreshta të thjesht. Ajo na mëson që ta lexojmë dhe ta kuptojmë kohën. Ajo nuk na jep vetëm dituri, ajo na dhuron edhe mençuri. Nuk na e mbush vetëm mendjen, por na e zhvillon edhe forcën dhe karakterin. Ndërkaq ministri i kulturës dhe turizmit Zoran Ljutkov thotë se libri është revolucioni më i heshtur të cilin e njeh njerëzimi. Në këtë panair ministri tha se ka ardhur së bashku me vajzën dhe kishte një porosi për të gjithë të rinj që do të vizitojnë panairin. Kush lexon, jeton 1000 jetë para se të vdes. Ai që nuk lexon, mbetet i mbyllur në vetëm një jetë. Pyetja është se sa jetë jemi të gatshëm t'i hapim. Në 7 ditët e ardhshme, më shumë se 60 shtëpi botuese do të ofrojnë mbi 130 tituj të rinj. Këto nuk janë vetëm numra, janë 130 mundësi për të menduar më ndryshe, të ndjejmë më thellë dhe të mendojmë me spektër më të gjerë. Panairi do të jetë i hapur deri më 29 prill dhe në të do të marrin pjesë rreth 65 shtëpi botuese, prej të cileve afro 35 janë nga Serbia, e në këtë panair marrin pjesë në nëmbrell të Ministrisë së Kulturës së Serbisë.